Këto janë disa nga zhvillimet më të fundit. Ndërkohë, dita e hënë do t'jetë dita e fillimit parlamentit para kryeministrisë, të qytetarëve dhe parlamentarëve. Partia Demokratike ndërmerr tani një fillim të ri, një analizë të plot të gjendjes në vend, të situatës, të zgjedhjeve dhe ecën në bindjen më të thellë se diktatura autoritare e Edi Ramës, narkoshteti i tij, ose ndaj kësaj diktature narkoshtetit, ka vetëm një rrugë, protest dhe vetëm protest.